Lëmosha ishte një njeri i dashur me të gjithë, me zemrën të mbushur me mendimin e të bërit vazhdimisht mirë, i cili rente pareshtur pas fitimit të kënaqësisë së Zotit. Ai mendonte vazhdimisht se çfarë duhet të bënte për të fituar pëlqimin e Allahut, cila ishte puna që do ta gëzonte atë më së shumti. Sonte duhet të gëzoj dikë për të fituar kënaqësinë e Zotit, andaj duhet të jap lëmosh, mendoja ai me vete. Burri futi në xhep paratë ndara për lëmosh dhe më pas doli jashtë. Kërkoi pak për të gjetur personin që do t'i jepte lëmoshën. Në fund, lëmoshën i dha një personi i cili njihej si hajdut nga të gjithë. Lajmi, siç duket, ishte përhapur shpejt nga lëmoshmarrësi, saqë të gjithë kishin dëgjuar për këtë, sepse personi që jepte lëmosh preferonte ta bënte fshehurazi dhënien e saj. Mëngjesin e nesër, të gjithë flisnin rreth ngjarjes së mbrëmshme. Njëri i pas ka dhënë lëmosh një hajduti, flisin ata me vete. O Zoti im, të falenderoj shumë që i dhash lëmosh një hajduti, tha burri pasi i dëgjoi fjalët. Por tani dua të jap dhe një lëmosh tjetër vetëm për të fituar kënaqësinë tënde. Të lutem, më ndihmo, u lut burri. Të nesërmen në darkë, burri përsëri futi në xhep paratë e lëmoshës dhe doli jashtë. Këtë herë lëmoshën i dha një gruaje të njohur për sjelljet e pahishme. Sonte njëri i ka dhënë lëmosh një gruaje të pandershme, e kritikuar njerëzit. Burri falenderoi Zotin kur e mori vesh. I mbushur me dëshirën e zjarrt për të bërë mirë, ai dëshironte të jepte lëmosh për herë të tretë. Këtë herë, lëmoshën ja kishte dhënë një burri teje të pasur. Njëri pas ka dhënë lëmosh një të pasuri, shumë e çuditshme, e përfolën njerëzit. Burri falenderoi përsëri Zotin kur e mori vesh. Ai dëshironte të bënte mirë, por një herazi donte edhe t'i jepte një mësim njerëzve. Përsëri shqetësohej dhe mendonte, a i kanë fituar kënaqësinë dhe dashurinë e Zotit me këto që bëra? Një natë, burri pa në ëndër se të gjitha mirësitë e bëra ishin pranuar nga Zoti i madhëruar. Njerëzit e atij vendi ishin shumë kureshtar të njihin një personin i cili u dhuronte lëmosh hajdutit, një gruaje të përdalë dhe të pasurit. Nuk ishin dëgjuar ndonjëherë diçka të tillë. Kush ishte personi që dhuronte lëmosh? A ishte një apo disa persona që dhuronin, mezi prisnin ta njihnin atë. Kështu që një grup njerëzish filluan ta kërkonin pa humbur kohë. Në fund e morën vesh kush ishte. Shkuan drejt në shtëpinë e burrit për t'i bërë pyetjet e shumta që kishin në mendje. Morën vesh se ti i ke dhënë lëmosh një hajduti, një gruaje të përdalë dhe një të pasuri. A jepet lëmosh këtyre njerëzve? E pyetën ata. Hajdutit i dhash lëmosh me shpresën se mund të heqë dorë nga vesi i keq i vjedhjes, sepse mirësia e bërë mund të zbuzë zemrën e tij dhe ai mund ta kuptojë se puna që bën është e gabuar. Gruas së përdal i dhash lëmosh me shpresën se do të heqë dorë nga kjo punë e urryer, ndërsa burrit të pasur i dhash lëmosh me shpresën se edhe ai një ditë do të mësoj të jap lëmosh. Ju përgjigj burri, duke i lënë gojë hapur të gjithë të pranishmit.